dhe mirë se vini në një vlog tjetër këtu në kanalin tim. Sot është ditë e martë. E kemi nisur javën mbar. Sapo, në fakt java ka nisur që dje, po ne të hënën e kemi gjithmonë pushime që Gjesi është në shtëpi, edhe sot quhet tamam një fillim jave. Unë sapo kam përfunduar me punët e shtëpisë. Edhe tani Gjesi sapo na solli edhe setin e balkonit. Më fund e gjeta tek Marketplace. Para disa ditësh në fakt gjeta një set tjetër që kishte një karrige më shumë se ky që kemi marrë ne. Edhe unë nis Gjesi, shkoj me makinë tek vendi ku na kishte çuar adresën dhe vajza që e shiste na gënjeu, na tha që jo jam në spital, jo po nuk jam në shtëpi, edhe u detyrua Gjesi dhe iku. Më pas i shkruajta përsëri, i thash nëse je mirë apo jo, dhe nëse e ke të mundur mund të vi një ditë tjetër, nuk më ktheu kur përgjigje dhe atë setin e kishte shitur te dikush tjetër sepse dilte aty sold. Edhe më erdhi shumë i natë ky lloj veprimi që ajo bëri, por s'ka gjë, ne gjetëm një tjetër, ja marr gjithë të kohë në fakt duke kërkuar. Dhe tani sapo e lava në fakt, sepse kam pak merak edhe dua që të ketë aromën e shtëpisë tonë. Dhe vendosa në tualet, shqyr që e nxinte, sepse është një divan pothuajse dysh, edhe është goxha i madh, edhe futëm në banjo me Gjesin, e kam larë me shkum me ilaçra të ndryshëm, tani e kam ngritur lart që të kulloj, lava edhe tavolinën e vogël që ajo ka, të cila ka kulluar, po e kam lënë te korridori. Dhe do merremi me balkonin, sepse balkoni im, siç e dini, është plot me vazo lulesh, janë rrobat që unë kam nxjerr për të tharë, kështu që duhet t'i mbledh, duhet ta fshi, dhe me sa mora vesh, drasat që janë të shtruara poshtë tek balkoni mund ta ngrej dhe ta fshi që të gjithë, dhe më pas ta vendosni përsëri nga lart të drujt që janë, ta laj me leck edhe ta kemi gati për të vendosur këndin. Në fakt doja të pastroja edhe xhamat, nuk e di nëse do arrit që t'i pastroj sot, sepse e kemi dhe kohën me shi, edhe dua që në fakt i kem të pastra xhamat, por para shi sot përsëri, sa shu e ka dhënë, do më iki gjithë mundi, nuk e di se çfarë do bëj. Do mundohem edhe të shikojmë se si do na dali balkoni. Ndërkohë, dje ne në fakt me Gjesin kemi qenë në një qendër tregtare, mora një çantë termosi të vogël që do ja u tregoj pak më vonë, sepse do filloj kursin së shpejti, edhe dua sepse me sa kam kuptuar dhe kam marrë vesh, mund të marrësh ushqime vete sepse ke orarin tënd të pushimit. Të gjitha këto do t'i marr vesh ditën e parë kur të filloj dhe me si pres që ta filloj. Dhe mora atë çantën termos, e gjeta në fakt me super ulje tek Jys, ku ishte vetëm 3 euro, ishte bërë 3 euro, nuk e di sa ishte çmimi i parë, por që ja vlente. Dhe tjetër mora edhe një lule tjetër për balkonin tim që dua ta lëm mbi tavolinën, që morën tani, është një karafil, është i çelur në fakt dhe mami më tha që mos t'ia ndroj vazën, duke qenë se ajo i ka lulet e çelura, mund të më thahet dhe të më prishet. Kështu do ta lëm një herë për një herë aty ku është. Kështu një. Shikoni pak njerëz se si është gjendja. Këtu kam nxjerr trëndafilat që u than. Këtë lulen e kisha këtu në sallon edhe ishte mykur e shkreta, si duket nga që i kam hedhur shumë ujë, edhe nuk e dija se si duhet të kujdesesha për këtë lule. Dhe sipas çatit, ja ndrova dhe unë, e kam përzier me dhe të thatë. Ja preva këtë pjesën që ishte bërë me myk, edhe të shikojmë tani a do mbijetoj apo jo, sepse gjendja më duket pak keq. Ky është rozmarina jon, nuk e di pse është bërë kështu, po ja preva pak. Dhe aty kam karafilin, si sa e bukur që është.
Ju e dini që unë jam e çmendur dhe sa i ku Xhesi për punë e ndoqa nga mbrapa, shkova te qendra tregtare që të merrja këto sfungjeret që i shtrohen seti poshtë. I morë tek Tokman quhet, sepse Jysku në fakt kishte nga 25 euro një. Nuk e di dhe ishin të njëjtat për masa si këto dhe ishin nga 25 euro. Kurse te ky dyqani ishin bërë dhe me ofertë, nga 9 euro ishin bërë 5 euro 4,99. Shikoni? Mora 3 që t'i vinë fix, kishte ngjyra të ndryshme, por mora këtë ngjyrën kështu sepse është më e bukur, është shumë ngjyrë e bukur kjo. Edhe mora 3 copë nga këto. Gjithashtu mora edhe një gjë të vogël që ishte 1 euro. Është kjo spangoja këtu, sepse do rregulloj një vazo, do ta bëj nga jashtë me këtë spangon dhe do varim ato barishtet që na erdhën nga Temu që ishin pa vazo pa gjë. Ide ma dha Adela. Dhe kështu e kam menduar. Futa edhe tek Lidl, ishin këto sfungjerat cotton pads që pastron fytyrën, sepse nuk kisha, ishin bërë 1 plus 1, 1,50 euro. Dhe çfarë mora tjetër? Nuk e di, u lodha sot njerëz edhe më takon të ha një gjë tamam. Dhe mora nga këto petullat që janë kështu me sheqer, edhe pse pastaj do bëj një tart me moll, do mundohem që ta bëj pa sheqer, ta bëj, do më thënë vetëm të mollët sheqeri, do mundohem që t'i shtoj mjalt në vend të sheqerit. Tani nuk e di se si janë këto janë me moll në fakt. Apelcini, se di tani do jetë mira, por unë do e haj gjysmën sepse nuk do i dot. Më haj. Mëngjesi, ose si thot Blinoshi, mirëmëngjes. Unë tani sapo kam mbledhur pak shtëpi, ora është 12:01, kemi zgjuar pak si vonë sot. Xhesi ka ikur për futboll, ndërsa unë ngela vetëm dhe sot si ditë e shtunë, kemi edhe një kohë shumë të bukur sepse dje na ka rënë një super shi, s'kisha parë asnjëherë të binte ai lloj shiu këtu në Finland, vetëm Tiranë që bie ai shiu me gjumime dhe me shumë shi, domethënë, se s'po më vjen ajo fjala. Edhe sot e kemi një ditë të bukur, nuk e di nëse është ftohtë apo jo, se kam parë në fakt as se sa gradë është, por që nga 22 gradë, wow, e pabesueshme, sot shko ka 23 gradë. Edhe, sa po mbëlla pak shpinë, si që thash, nuk është se kam në gjë tjetër për të bërë. Sot është dita e 3 të rresh që unë dal për ecje dhe pa bërë 10.000 hapa nuk kthehem në shtëpi, i bie shumë herë rreth liçenit, dje u peshova. Tani nuk e di nëse kjo peshora që kam në shtëpi është aq e saktë, por siç më kanë nxjerrë peshorët e tjera, aq më kanë nxjerrë edhe kjo. Unë isha 57 e gjysëm dhe dje isha 56 e 800 e 700 diçka e tillë. Nuk e di tani a është mirë apo jo, por unë u gëzova që kam rënë pothuajse 1 kg dhe pse nuk dua të humbas në peshë, dua thjesht të tonifikohem. Dhe kështu, tani do përgatis një matcha, sepse nuk ja u kam thënë, por kam bler matcha pluhur, sepse ai që jam fiksuar, sa doja ta kisha në shtëpi. Edhe e bëj, kam bërë vetëm një herë, më pëlqeu. Nuk kam nga i reçeli i pureja e luleshtrydhes, por do shikoj nëse gjej luleshtrydhe dhe t'i bëj vetë në shtëpi. Herën e parë e bëra me shurup panje, por nuk më pëlqeu shumë sepse ishte shumë e ëmbël dhe siç e dini, unë kafen gjithmonë e pi pa sheqer. Dhe këtë radhë mbas e shtoj pak fare mjalt.
edhe të shikoj se si do më dali. Pash një video dje që i kishte bërë një vajzë, një blogere kosovare, kishte bërë matcha, por e kishte bërë dhe me ekspresin. Tani nuk e di se si do dali, por unë do e bëj këtë që bëj gjithmonë. Dhe do ta marr te ky tasi këtu, te kjo gota këtu që kam. Këtë ma ka bërë dhurat Eva. Te kjo gota këtu. Sepse s'kam tjetër që mund ta marr me vete. Kam termos, por nuk do fus termos, do e marr në xham. Unë eci e bëj, nuk është se dje në fakt bëra edhe pak vrap, i rash 1-2 herë me vrap, edhe u bëra ujë në djers, edhe besoj se ka më shumë efektivitet, efekt vrapi se sa ecja, por edhe ecja është super mirë, kështu që sot do bëjmë ecje. Ja, marrim edhe pipën e xhamit dhe do ta bëjmë këtu. Qumshin e kam të tërshërës dhe fillojmë nga përgatitja e matchës. Ndërkohë, unë matchën, sepse matcha do atë gjën e bambus që ta bësh kremoze, unë nuk e kam edhe vendos këtu me pak ujë të ngrohtë, edhe matchën edhe ma bën shumë kremoze. Në fakt, kush e ka në shtëpi këtë lloj gjën të Nespressos që bën shkumër, edhe matchën e bën shumë mirë. Ja, do ja u tregoj tani. Marrim edhe qumshin. Edhe fillojmë nga përgatitja, do t'i shtoj edhe I saw you standing by the willow tree. Your laughter danced like ripples on the sea. The world stood still, the sky leaned down to see. And I wonder if you feel it too. This spark, this light, this something new. Like tani në shtëpi, kanë kaluar 2 orë fix, kam dalë në orën 2:20, kam dalë në orën 1:20, edhe është ora gati 3:20, edhe jam kënaqur, nuk e keni ide sa ngrohtë që ishte. Është 22 gradë, ishte plot me njerëz që bënin ecje, disa ishin futur dhe në liçen, kishin ardhur një familje edhe kishin shtrirë ato peshqirët e tyre dhe kalamajt futeshin në liçen, edhe pse uji është akull. Nuk e di, po këta janë mësuar me këtë gjë dhe ju duket super mirë. Bëra xhiron time, sot në fakt nuk është se bëra ecje shumë të shpejt, por eca tamam, pushova një sekond, disa minuta në fakt ajo pjesa me drasa, ula aty dhe nuk e di ishte gjëja më e mirë, ai fresku, ajo era që më frynte, ai uji, nuk e di, jam kënaqur sot. Edhe më pas shkova edhe në supermarket, doja t'ju tregoja hapat, po s'është bërë update që të dalin dhe këto hapat e fundit që bëra, se bëra edhe një xhiro të fundit që ta kaloja atë 10.000-shën. Shkova në supermarket sepse do bëjmë briosha. Unë kam provuar një 2-3 herë të bëj briosha, por nuk i kam patur veglat, mjellin e duhur, gjalpin e duhur, sepse siç e dini në Tiranë është shumë e vështirë të gjesh miell, për të paktën për mua ka qenë shumë e vështirë për të gjetur miellin ideal apo gjalpin siç duhet, siç e dini aty ose gjen lufrën ose erzenin në një nga këto gjalpat kështu që nuk bëjnë për të bërë briosha. Ose unë nuk kam gjetur siç ju thash, mbase ka patur. Tani, unë kisha një gjalp në shtëpi të kësaj marke, edhe Arla në fakt e ka marrë, është me 82 gram. Tani unë lava pak fytyrën, parë të them, se nuk e di, ato pemët lëshonin një push, që unë se vura fare, në fakt, edhe pse isha me syze dielli, më fut njëra tek syri dhe po më diqte shumë, sa tani e bëra pak me ujë.
si që po thoja, mora këti gjalpin që është me 82 gram yndyr, sepse për të bërë briosha, yndyra e gjalpit duhet të jetë mbi 82, 82, 84, kishte edhe 100 gram, 100% do me thënë yndyr, por nuk duhej, me sa pash, edhe mora këtë me 82 gram. Gjithashtu, mora një qumësht, i cili është pa laktoz, por është 3% yndyr, edhe qumësht duhet në përqindje të lartë, që të na dalin briosha si që duhet. Gjithashtu mora edhe një çokoladë shumë të thjeshtë të bardhë, sepse do e bëj me pistakjo. Kam çokoladë të zezë, të cilën do ta bëj si traj çoko kremi për t'i mbushur me çokoladë, dhe disa do t'i bëj me pistakjo. Kam pistakjo vjet në shtëpi, do t'i pastrojmë, do t'i japim një faqe në furr, në mënyrë që ato të piqen pak, dhe më pas do t'i bëjmë në blender, edhe do krijojmë vetë kremin e pistakjos. Pash te supermarketi krem pistakjo, po nuk ishte e shtrenjtë, ishte 5 euro e pak më duket, por ishte e gjitha sheqer, edhe nuk ishte fare atë ngjyrën siç duhet. Tjetër çfarë mora? Vetëm këto të treja kam marrë. Edhe ujin tim që pothuajse e kam mbaruar, edhe matçën e piva, që të gjithën e kam këtu. Edhe tani, qa do bëj? Unë s'kam nxjerr asgjë për të përgatitur drekën time, por mendoj të nxjerr pak mish viçi që të bëj disa makarona kritharakja quhen në Greqi, por quhen në Shqip ato makarona si elp, do t'i bëj në furr me pak mish viçi, por ndërkohë duhet të ha drekën, sepse mishi s'është shkrirë, dhe sa të merrem me brioshat, besoj se na shkrin mishi, do nxjerr dhe pak mish pule. E kam lënë tani që të vi për 1 deri në 2 orë, varet do me thënë se si do të reagoj dhe sa do të na aktivizohet. Ndërkohë kam haruar t'ju tregoj se si na ka dalë balkoni, ne vendosëm edhe perden që kisha marrë tek Temu, por më duhet edhe një tjetër, sepse kam menduar, ta kthej kamerën dhe t'ju tregoj se çfarë kam menduar. Atëherë, kjo është pjesa e perdes. Si që dini, është shumë e hollë tyll edhe dua thjesht sa për dekor, nuk më intereson për të mbuluar, sepse ne duam që të na futet sa më shumë dritë. Edhe te kjo pjesa këtu, kam menduar që të marr edhe një tjetër kur të bëj një porosi. Si punë e kësaj, ta marr për ta vendosur këtu, sepse për pjesën tjetër të xhamave dua që ta lë pa perde, sepse kemi këtë pemën e bukur që na është mbushur me gjethe jeshile, edhe ngjan shumë bukur dhe nuk mendoj se duhet të vendos perde. Tani, unë kam hapur dhe rrobat që të thahen këtu, kështu që mos shikoni rrobat, por shikoni se si ka dalë balkoni im. Shikoni sa bukur më ka dalë kjo vazoja këtu. E kam bërë me atë spangon që bleva, atë ditë që mora edhe jastëkët, dhe kjo lule artificiale nga Temu, të cilën e kam varur. Ato dritat, që thoni ju, nuk ishin nevojë për bateri, por janë drita që karikohen nga ndriçimi, nga drita e diellit, edhe në darkë ndriçojnë vetë pa bateri. Ato dyja i pat, edhe tani kemi pjesën e divanit. Këto jastikët në fakt duheshin pak më të mëdhenj, por unë nuk i gjeta edhe mora këtu. Por janë shumë mirë, sepse mund të marr 2 jastëk të vegjël në të ardhmen, sepse ky balkoni nuk mbaron asnjëherë, duhen gjëra akoma, por avash mund të marr jastëk me ngjyra, me lule, me gjëra të ndryshme, edhe t'ja vendos. Tani për momentin kam nxjerrë atë që mbajmë tek salloni, sepse një ditë po editoja video këtu. Edhe kam nxjerrë atë batanien për ta hedhur nga këmbët kur është ftohtë, jo si sot që është vap. Dhe këtu kemi tavolinën, injoroni cigaret që ka pirë Gjesi, por këtë këtu. Kam nxjerrë 2 libra, këtë gjën që mora tek Temu që ndriçon, është me bateri, dhe Borziloku që
ka çelur dhe karafili, të cilët duhet i hedh ujë tani. Dhe perdja, duke qenë se ishte shumë e gjatë, unë e shkurtova dhe thash këtë pjesën që ngeli ose do e përdorja për dekor këtu tavoline, por më shumë mundësi edhe kur të më duhet, do e përdor për fotot e Instagramit të ëmbëlsirave, sepse del shumë bukur në foto. Shkojmë tani me brioshat, shikoni pak se sa ka ardhur brumi, nuk e di. Shpresoj të na dalin të mira këtë herë, sepse siç ju thash, kam provuar 1-2-3 herë edhe nuk më kanë dalë të shishme, por jo briosha, nuk mund t'i themi briosha, mund të qenë molë të shtëpie, po. Por rëndësi ka që këtë herë kemi përdorur të gjithë përbërësit siç duhej, me të gjithë ingredientët e tyre, edhe të shikojmë se si do na dalin, duke qenë se kemi dhe veglat, dhe pse mos të na dalin. Mikserin e kemi, hapsen e petës së mikserit e kemi, kështu që vazhdojmë tani me laminimin. Besoj se quhet, do t'i vendosim, do t'a hapim petën në formë të gjatë, do e shihni, dhe do vendosim atë bllokun e gjalpi që unë krijova, që e kam tani në frigorifer. Ora është 5. Edhe unë brumin kam 1 orë e gjysmë që pres që të fryhet dhe në fakt u fry goxha shpejt. Kështu që kjo tregon që çdo gjë po na funksionon siç duhet. Jam bërë gati, sepse jemi duke dalë. Sot është dita e hënë dhe është dita e pazarit. Do bëjmë pazarin e shtëpisë. Sot kemi një kohë goxha të bukur në fakt, edhe pse frym pak erë. Unë ja vesh sportive, kam veshur xhinse, një t-shirt të thjesht, edhe këtë xhaketën jeans. Do vesh edhe atlete që të jem rehat, edhe të dalim. Ndërkohë djen ne kishim dalë prap. Ishim jashtë, kemi ardhur vërdall në përqendër, edhe unë bleva një xhaketë tek Zara, të cilën do ja u tregoj tani. Është kjo xhaketa këtu, pardesi gjysmë, edhe e doja një xhaketë sepse tani që filloj edhe kursin për pak, do më duhet për mëngjeset që është freskët ta kem, sepse unë gjitha xhaketat e mia i kam lënë në Shqipëri dhe këtu kam shumë pak. Dhe kështu që mora këtë te Zara, provova edhe një tjetër, por kjo më shkonte më shumë. Dhe këtë morëm, e kam marrë në masën
medium, sepse I kam qef të mërin pak si të gjëra, por kjo mërin të fix mbas trupit. Do I lë një foto këtu që ta shihni se si ngjan e veshur. Tani, kjo ishte vetëm gjë që morëm. Tjetër çfarë mora? Nuk e di, morëm me 1-2 ushqime, shkon prap tek ai supermarketi që mora atë pulën e freskët, e morëm prap dhe nuk e di se çfarë do gatuajmë pastaj kur të kthehemi, por që kjo ishte gjëja e vetme që unë mora. Dhe kështu, tani po dal, mos vënohem më shumë dhe do ju marr me vete, do shkojmë edhe nga deti që të bëjmë ndonjë shëtitje dhe të pim ndonjë gjë atje. Hajde. Po kthyem në shtëpi dhe t'ju tregoj shpejt se çfarë blevëm në supermarket. Si fillim, morëm këtë domaten past ton, që është në vaj ulliri dhe ishte me rigon. Morëm një bukë, sepse unë s'kam përgatitur një bukë, pastaj do merrem me bukën ton, por duke qenë se s'kishim, morëm këtë. Morëm djath mozzarella, nëse bëjnë ndonjë natë pica, speca të kuq. Morëm një miell misri, sepse duam të provojmë të bëjmë një bukë misri. Morëm kosin, ky është kosi që Gjesi konsumon, unë përdor një tjetër. Mora një nga këto kosat që janë skir, që janë me protein, me çokoladë edhe qershi. Kam provuar edhe një tjetër dhe më pëlqejnë. Ky është kosi pastaj që marr unë pa laktozë. Morëm gjithashtu ullinj, ves dhe tjetër janë këto krakersat që janë shumë të mira me picë, një shampo trupi. Ne vazhdojmë me gjërat e tjera shpejt, sepse jemi duke përgatitur për të ngrënë, nga që s'kemi ngrënë as drejt. Morëm moll, domate, banane, qep dhe patate. Kemi marrë këtë rushin, që është I preferuari jon, një kastravet. Kemi marrë djathin feta pa laktozë, këtë që unë konsumoj. Brokoli. Tu kemi nektarina, kishin dalë nektarina. Morëm karota të vogla. Tjetër këtu kemi avokado. Kemi një prosciut vici. Prosciut vici quhet atë Xheski? Po, kjo është një prosciut vici. Edhe mielli që unë tani përdor për bukë. Ky është mielli që po funksionon me bukën tonë. Edhe do merrem pastaj ta përgatis. Këto ishin të gjitha gjërat tona, dhe te Zara Gjesi mori 1-2 rroba të tjera që s'jam duke treguar tani sa po përtoj. Por këto ishin të gjitha ushqimet tona, ja kaluam shumë bukur në fakt. Ishte super ngrohtë, por kjo era të bënte flokët si e çmendur, duket dhe gjendja ime. Tani ti vendosim këto në përvende dhe vazhdojmë me përgatitjen e darkës, sepse është ora 6:01. Dhe tjetër, çfarë do përgatisim më vonë? Do përgatisim bukën, gjithashtu duhet të bëjmë edhe një revani ose pengjire nga ana e mamit tim edhe nga ana e babit, I themi pengjire, është pandispanja me sherbet. Do e bëj një tavë të vogël sa për neps dhe do ja u tregoj te juve se si do ta përgatis. Ndërkohë që orizi me pulën na bëhet në furrë, do përgatisim edhe pengjiren ose revanin, varet se si thoni ju nga anët tuaja. Tani unë do bëj atë formën e xhamit që është e vogël, sa për ta patur për neps, sepse nuk dua që të ngelet, edhe do na duhen. Tani, unë për masat e përbërësve që do përdor, janë, do me thënë, në bazë të formës edhe madhësisë së tavës. Kështu që unë do përdor 5 kokra ves, do përdorim 5 luk miell, 5 luk sheqer, fryrës ëmbëlsirash, 60 ml vaj lule dielli ose vaj misri, varet çfarë keni, edhe 60 gram kos.
Këto janë të gjitha, edhe një lugë e gjysëm me një seshte e kemi këtu. Tek kështu, pastaj për pjesën e shërbetit do t'ja u them më vonë. Tani vazhdojmë me përgatitjen e revanis që mezi pres ta ha.